Është debat i madh dhe është keq kuptim i madh që lidhet me rezervën strategjike. Ju e përmendët. Çfarë ndodh? Pse nuk miratohet ligji? Çfarë Në bazë të direktivës së Bashkimit Evropian 2919, qeveria shqiptare ka 17 vjet që ka marrë detyrimin për të krijuar rezervën strategjike të hidrokarbureve. Dhe kur flas për hidrokarbure, i pari fare fillonte pjesa e naftës bruto, ajo që ne e nxjerrim pa Tosmarins, dhe pjesa e dizelit, nafta që temin e sot është e 6. Dhe janë 7 tregues aty që vazhdon deri me solarin, deri me vajgurin, kerozinën me radhë që janë për gjithë sektorët. Në 12 dhjetor të vitit që shkoi, Komuniteti Energjik i Vjenës i dërgon një ultimatum qeverisë shqiptare nëpërmjet i vendimi, unë kam më pas do t'ja dërgoj që ta lexoni, në cilin i thotë nëse ju nuk realizoni projekt ligjin për rezervën strategjike të energjisë deri në korrik të vitit 2016, fillojnë penalitetet që lidhen me antarësimin me Bashkimin Evropian. Kemi aktualisht penalitete se kam pas kanë kaluar 10 vite? E kemi të shkruar këtë në një korrik, më bëni një emision këtu në një korrik dhe unë do vi do t'ju lexoj këtë gjë që e ka shkruar është një komunitet shumë i nderuar, Komuniteti Energjetik i Vjenës. Ju thatë që e kemi nxjerrë këtë ligj, po, duhet ta nxjerrim në 2019, se ka nxjerrë askush, e kemi nxjerrë në 2009, e kemi nxjerrë në 2019. Është mbajtur në 2019, është bërë një debat, unë kam qenë gazetar dhe e kam promovuar si rezervë strategjike. Është hequr nga 2019, në 2025 në qershor ka dalë prapë në konsultim publik dhe sot e keni konsultim publik, askush nuk e ka marrë konsiderat. Nëse nuk merret deri në një korrik, do ta shikoni se cilat do të jenë penalitetet. Po ka një ndryshim shumë të madh midis rezervës strategjike, rezervës tregtare dhe çmimit të naftës. Rezerva strategjike nuk është mekanizëm çmimi, rezerva tregtare është mekanizëm çmimi. Nuk e zgjidh. Atëherë ja të them unë. Rezerva strategjike është një rezervë që ju përmenda naftën bruto, pra naftën e papërpunuar, që nuk përdoret për makina, e cila duhet në një rast emergjence të tillë kur ti ose të kufizohen furnizimet, ose nuk furnizohesh dot. Pra këtë që të them unë që vjen sot në Durrës anija me 100.000 ton, ty nuk do të vijmë. Nëse them që vjen dhe anija nga Zvicra, nga Austria, OMV-ja, nuk do të vijmë. Vetëm në këtë rast ti je detyruar të referohesh rezervës strategjike që të mos e lesh ekonominë miletin e tjerë pa naftë. Pra është një rezervë që përdoret vetëm në kushtet e një emergjence për sigurinë kombëtare. Nuk mund të përdoret as nga qeveria tani, që e kërkon, që ta hedhësh ti këtë rezervë për të ulur çmimin e naftës. Jo. Ajo është rezerva tregtare. Rezerva tregtare është ajo. Për rezervën tregtare, unë mund bie dakord me ju, po duhet më jepni shembull që toni që nuk është kontrolluar rezerva tregtare. Unë nuk e di, unë ngrita pyetje. Jo, mos e ngrihet pyetjen, po ti ke deputetët e tu, mund të bëj një kërkesë sot ministrit për 40 ton zotëri, na jep listën e nuk e di ai din 101 kësh çfarësh. Është 101 kësh. 101 kësh ne ke dëgjuar ndonjëherë? Janë depozitat që kemi patur në kohën e atij të parit dhe në këto depozita 101 kë, rezerva shtetërore quhen, kompanitë që marrin sot naftë duhet ta depozitojnë për 90 ditë ose për 61 ditë konsum. 90 ditë mbajtje ose 60 ditë. Tani çdo kush nga deputetët e Partisë Demokratike, çdo kush nga gazetarët, po them, mund të vetë ti kërkojë cila është kompania që nuk e ka ruajtur rezervën për 90 ditë. Po t'ia kërkojmë qeverisë këtë gjë që duhet. Qeveria për vete e ka këtë dhe thotë e kam rezervën. Ju e dëgjuat shumë mirë që qeveria ka vajtur e ka kontrolluar? Qeveria tha e kam. Po kjo nuk është çështja ime tani, unë jam qeveri. Kjo është e verifikueshme. Unë se kuptova ku ishte replika me mua, jo, replika është kjo se nuk duhet ngatruar rezerva strategjike me rezervën tregtare. Nuk duhet ngatruar kompanitë. Unë thash rezerva tregtare. Nuk duhet ngatruar kompanitë që ti akuzosh tani këtu në emision që ju nuk e keni rezervën tregtare. Unë them që pjesa kryesore e kompanive e ka rezervën tregtare sepse kontrollohet. Dhe rezerva tregtare është e detyrueshme sepse e kanë dogan. Nëse e pas nga rezervën tregtare, përse na urrit sepse ligji për doganat të lejon që ta nxjerrësh, po çfarë them pra, nxjerrë rezervën tregtare me çmimin e dieshëm. Kush e vendos këtë ligjin? Ku vendi? Deputetët. Po le ta kërkojmë pra. Po ja propojan le ta. Po le ta bëjmë propozime, mos bëhet propozimi ti që shiko. Mos bëhet propozimi ti që taksa i çarkullimit. Nuk ishte qeveria të ktheu përgjigje. Meqense e mësove ku qëndron problemi, duhet të pra ligjin propozimi. Se nuk e kuptova se u bë një replikë absurde. Ja të shpjegoj edhe një. Jo, s'ka nevojë që të shpjegoni se po pse është absurde? Replikë mbi replikën po e bëjmë. Jo, kush është absurde, ma thuaj, s'ka gjë replikë. Zonja Njuma është më tolerante sekretari i kuvendit. Unë e planoj replikën.